Mora dhe një shok telefon. Nuk është ja kam shprehur pëlqimin, do me thënë 100% që nuk kam gjetur atë mundësinë që të hap zemrën ashtu si dua, se edhe shpejt ka qenë, do thënë të drejtën. Po, thellë brenda vetes, i kam ndirë ca shkëndija, ca gjëra. Besoj se ja kam lënë tani në kuptoj. Sa kuptohen tash i bisajdat gjëra, kuptohet kur tjetër ka një çik interes më shumë. Edhe besoj se do t'i shkruaj, do jetë një nga. Duket që me vlerëson edhe unë e vlerësoj shumë për dërsa kam shkuar. Të shikojmë tash si do dhe gjëra, mund të jetë tentativ, mund të jetë e një anshëm, nuk e di po shumë. Pasi të mbaroj punë me familje, gjëja parë që do bëj. Është ta nisë edhe njëra ty ku e lash. Pasaj si të shkoj. Më pëlqejnë shumë njerëzit që nuk janë shumë pozitiv të shtirur, po ju lexoj pozitiviteti, do me thënë edhe në rreshta, e ke parasysh që nuk e bërtasin që janë të tillë. Edhe ashtu është ajo. Të shikojmë tash si do vesh. Do kisha shumë shift në këtë fazë të jetës time të krijoja një gjë stabil, do se kam qenë shumë u bën ca vite. Të ndihmon shumë ajo. Edhe mendoj se jam në një fazë tash, jo për çështje moshe edhe kështu, nuk e mendoj për çështje, po është çështja që e ndjej. E kam nevojë të krijoj një lloj stabiliteti. Edhe nëse do më të mbar me këtë personin që po të them, do isha shumë i lumtur. Se shikoj që më bën të ndjen rahat. Jam i sigurt. Si tani, si në maj, Po, 100% i sigurt. Një vetëm një gjë i thash, para se të futesh. Si do vysh e kthem, ne? Mos i merr të vërtet atë, që më dëmoj kështu çfarë mund të ndodh. It's the game. Çeshte. Kështu pata unë një kështu... Sa e kupton botën e kësaj gjës, nuk është larg, e ke parasysh. Për shkak që është super branda, po. Çfarë vallë? Kështu pata unë një bisedë shumë gjatë. Para se të hyje? Para se të hyje. Po, pastaj dole në klip të saj foto. Ishte bukur. Ndjem më kujtohet ajo. Da. Dhe nisi të... Do të thënë, unë plek se kështu, atëre kur s'doj. Po, faktikisht në bërat qartë që shiko se mund të shkëputemi në kohë, se fillim. Pa i thënë ku po shkon? Pa i thënë, pastaj normalisht del muhabeti. Si i detyruar të shpjegosh. Si e priti? Kishte edhe një gjë të ngjashme. Që do shkëputet ajo ca kohë. Ajo që unë nis mbrëm. Më brëma sot nuk e di atë pjesën, se ishte akoma e Po këta ditë, po. Edhe... Thjesht do me thëmë mendova se do ishte një gjë kështu, e ke parasysh shkruan ca kohë, të mbet interesi, po jo. Ishte vazhdimisht e karikuar në gjithë biseda. Edhe enkas për të mos... Dhe ishte shumë, o tregu shumë e zgjuar, ose shumë mbështetëse, që nuk lejon njëri tjetrin në sens me u përfshi shumë, që t'isha unë komod këtu brenda, me çdo gjë, pa u kufizuar. Pa u kufizuar. Edhe thjesht një ditë para se të futesh në një gjym, pastaj patëm një kështu moment të vogël. Super. Unë nuk e shtyva ashtu, se këto lloj marrëdhëniesh, do të thënë, kur kam të sinqertë në ime, do t'ju jap kohë. E ke parasysh, jo për të lënduar tjetrin, se tash jemi edhe në një fazë që nuk lëndohen, besoj, me njerëzit për gjëra të vogla, do të thënë, e kanë një farë pjekurie, por nuk duhet, do të thënë, të rrëshkas edhe nesër të devijoj, duhet të bindem për ndjenjat e mia, kur janë të sinqerta nga ana ime dhe kur e shikoj që edhe ana tjetër është njëri që nuk mund të luash. Edhe nuk është se prandaj nuk e kam shtyra, që kisha këtë gjën këtu.
Po që sigurisht do e mbaja më intensive situatën në qoftë se s'do isha për të futur këtu brenda. Njëjtë. Përveç atij takimit në grup, takimit tek për tek, patëm edhe një rast tjetër. A 2 dita, 3, besoj në zgabë, para se të futesh kështu që ishim prapë. Që kalovat sa momente të këndshme, po prapë nuk ishim tek për tek, e parasysh thjesht ti sjell Zotit në njerëzit që do të lejnë shije të mirë. Rregullon mikrofonin. Ma ishte sa kështu thonë. 2 sekundë.